Përshëndetje nga Baçja Magjike. A e dini si lindi ideja për emrin e kanalit Baçja Magjike? Të gjithë njerëzit më pyesnin sepse baçja ime gjithmonë e gjelbër si në dimër edhe në verë. Dhe unë thosha që e bëj me magji. Në fakt nuk është magjia, është pasioni. Po e filloj me blirin. Bliri përbëhet nga lulesat të thata të shoqëruara me braktenet e blirëve. Lulit e blirit përmbajnë mucilagje, esencë të pasur në farnezol, glukozide të ndryshme, sheqerna, taninë dhe substanca të afërta me vitamin E. Përdoren në sëmundje të shkaktuara nga të ftohtit dhe që shoqërohen me temperaturë, rruf, koll, gëlbaz e tjerë. Në sajt të vetis që kanë për të shkaktuar djersitje, përdoren gjithashtu në sëmundjet e veshkave dhe të fshikëzës urinare, si dhe për të lehtësuar dhimbjet dhe për të përmirësuar çrregullimet e stomakut. Lulet e blirit kanë edhe veti të tjera të ngjashme me ato të lulës së shtogut. Ato përmirësojnë gjendjen nervore, si rrjedhim, lehtësojnë gjumin. Përgatitja dhe përdorimi. Një lugë supe me lule bliri hidhet në një enë, kushtohet 1 gotë me ujë që valon. Ena mbullohet me kapak dhe lihet 5 deri në 10 minuta duke i tundur her pas here. Pastaj lëngu kullohet, ëmbëlsohet me sheqer ose me mjalë dhe pihet i ngrohtë. Merren disa doza të tilla gjatë ditës. Ruajtja. Në vende të thata, bari ruan veprimin për 2 vjet. Fiku që është plot me kokra. Frytet e fikut janë një ushqim dietetik i mirë në saj të sheqernave, lëndëve të azotuara, vitaminave A, B dhe C e tjerë. Ato kanë edhe veti të lehtësojnë të dalët jashtë dhe të zbusin kollën. Bari i fikut përdoret si laksativ i lehtë në bronkitet dhe në kollë. Në formë gargare, frytet e fikut përdoren me në pezmatimet e rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe të gojës. Çaji i gjetheve të fikut përdoret shumë nga diabetikët për normalizimin e sheqerit në gjakk. Përgatitja dhe përdorimi. 50 gram fish të thatë futen në darkë në një enë, kushtohen 500 gram ujë dhe zihen për 20 minuta. Të nesërmen fish hahen dhe lëngu pihet. Kjo kur përdoret kundër kapslëkut. Lëngu shumështor i freskët i frytit, i gjetheve dhe i degëve të reja përdoret për zhdukjen e lytheve, duke i pikuar ato çdo ditë 2-3 herë me lëng. Lëngu shumështor përdoret dhe për zhdukjen e theliteve, shukave të fytyrës, duke i lyer ato 1 herë në ditë. Tani po kalojmë tek ulliri. Bari përbohet nga gjethet e thara të ullirit që kultivohet gati në të gjitha krahinat me klimë mesdhetare të vendit tonë. Në saj të heterozidave të acidit glikolik, bari vepron shpejt dhe drejt për drejt në hipertension, sidomos në fazën fillestare, në hipertoninë esenciale dhe aterosklerozë. Efekti hipotensiv vjen nga veprimi i menjëhershëm i olezoidit dhe nga veprimi i vonuar dhe i tërtholt i acidit glikolik, diuretik. Bari ka veti të ulët dhe të paksoj sasinë e sheqerit në gjakk. Përgatitja dhe përdorimi. 20 copë gjethe të thara zihen në 300 gram ujë derisa ky i fundit të shterojë në 200 gram. Pastaj çaji ëmbëlsohet sipas dëshirës dhe pihet i ngrohtë. Gjysma e sasisë pihet në mëngjes esëll dhe gjysma tjetër në mbrëmje para gjumit. Kura mund të vazhdojë 15 deri në 25 ditë dhe mund të përsëritet pas një pushimi prej disa ditës. Në vend të thata, bari ruan veprimin për 18 muaj. Vaji i ullirit është i pazëvendësueshëm. Kokrat e ullirit në tavolinat tona nuk mungojnë. Shega. Bari përbohet nga lëvorja e rrënjëve të shegës, e cila shkore deri në 5 metra e lartë.
Sheka Lulzon është qershor korrik. Në vendin tonë takohet në gjendje të egër, veçanërisht në zonën Milot Lesh Shkodër. Kultivohet kudo në zonat e ulta. Lëvoret e shekës përmbajnë alkaloide të avullueshme prej të cilave pelletierina dhe izopelletierina kanë një veti të mbysin shiritin, pra krimbi gjatë i zorve. Bari përmban në sasira të mëdha edhe substanca tanike në sajtet të cilave përdoret kundër heqjes së barkut. Kundër tenjas, shiritit, përgatitet ky çaj. 60 deri në 80 gram lëvore të thara dhe të coptuara futen në 3 gota me ujë. Pastaj në fillim me zierje të lehtë dhe në vazhdim me zierje më të fortë, lëngu shtërrohet derisa të ngelen 2 gota. Çaji pihet esëll, në 2 ose 3 doza brenda 1 ore. Me qenë se çaji ka shije të papëlqyeshme, mund të mbëlsohet dhe të aromatizohet sipas dëshirës. Të sëmurëve u rekomandohet purgativi, për shembull 30 deri në 50 gram vaj lecini, 2 orë pas pirjes së çajit të lëvorës së shekës për jashtëqitjen e parazitit të paralizuar. Në vende të thata, bari ruan veprimin për 12 muaj. Lajësia. Bari përbëhet nga gjethet dhe lëvorja e degëve të reja të thara të lajësisë. Lëvoret e lajësisë përmbajnë tanin, rrëshirë, acide, pigmente, flavonike e tjerë, ndërsa gjethet përmbajnë edhe sasi të pakta vitamine C, esencë e tjerë. Në sajt të kësaj përmbajtjeje, bari ka veti të lirojë ngërçet, spazmat e muskujve të lëmuar, të shqetësojë peristaltikën e zorëve, të rrisë sasinë e urinës dhe të ngushtojë enët e gjakut. Këto kanë veti edhe të rrudhëse. Duke u bazuar në këto veti, bari këshillohet në sëmundje të aparatit tretës, në sëmundje të rrugëve të poshtme të urinës, në diare, në variqe, në hemoroide dhe në hemoragji nga hunda. Përgatitja dhe përdorimi. Gjethet, 2 lugë kafeje me gjethet të coptuara, hidhen në një enë, kushtohet 1 filxhan çaji me ujë që zihen. Ena mbullohet me kapak dhe lihet derisa të ftohet. Në vazhdim çaji kullohet dhe pihet. Merren 2-3 doza të tilla në ditë. Lëvoret, 2 lugë kafeje me bar të coptuar, hidhen në një enë, kushtohet 1 filxhan çaji ujë dhe përmbajtja zihet 5 minuta. Pastaj ena hiqet nga zjarri, lihet të ftohet dhe çaji kullohet dhe pihet. Përdoren 2 doza të tilla në ditë derisa i sëmuri të shërohet. Në vendet e freskëta dhe të thata, bari ruan veprimin deri në 18 muaj. Lakra është e pasur me një larmi substancash të ndryshme të cilat japin asaj jo vetëm vlerën ushqyese, por edhe mjekuese. Lakra përmban proteina të cilat ndryshojnë nga ato të mishit, peshkut dhe vezëve. Vlera e saj rritet nga prania në të e metioninës, kolinës, betainës, të cilat konsiderohen si faktorë lipotrop dhe ndihmojnë veprimtarinë e qelizave të mëlçisë. Zgjasin jetën e tyre dhe pengojnë grumbullimin e dhjamit në to. Lakra përmban sterale që paksojnë kolesterolin në gjak, pra veprojnë mirë kundër arteriosklerozës, kripra minerale dhe vitamin C, e cila ruhet në lakrën turshi. Vitaminat B1, B2, B6, B12, PP, K, A, E e tjerë. Vitamina me veti të theksuara rigjeneruese dhe anti-ulceroze. Në sajtet e saj përbërje rekomandohet në ulcera që vijnë nga sekretimi i kufizuar i stomakut, nxit rrjedhjen e lëngut gastrik. Disa autorë rekomandojnë edhe në sëmundjet e mushkrive. Rekomandohet lëngut që nxirret nga shtrydhja e lakrës së freskët 1/2 deri në 1 gotë çaj, 2-3 herë në ditë para ushqimit, ose i lakrës së freskët të grirë si sallatë, gjithashtu para ushqimit, në çrregullimet e mëlçisë, të fshikjes, zorrëve, në ulcera verdhës e tjerë. Gjethet e freskëta të lakrës vendosen mbi kyçet e sëmura nga artriti.
Për këtë qëllim rekomandohet edhe kjo formë përgatitje. Gjethet të shtypura të lakrës përzihen në pjesë të barabarta me ujë dhe me lëng limoni dhe vihen në formë llabaje mbi kyçet e sëmura nga artriti. Pakson ëndjet dhe lehtëson dhimbjet, po kjo formë rekomandohet edhe për mjekim plagësh. Lakra e shtypur i përziher me të bardhë vejze rekomandohet edhe për mjekimin e plagëve nga djegja. Lakra është ushqim i mirë për shëndetin e njeriut, prandaj rekomandohet gatimi i gjellë me të disa herë në javë. Fasulja. Bishtajat pa farë të groshës nuk janë helmuese. Ato përmbajnë shumë substanca në të cilat si kryesore konsiderohen asparagina, arginina, tirozina, triptofani, betaina, trigolenina dhe substanca minerale si acidi silicik, acidi fosforik dhe veçanërisht kriprat të potasit. Bari ka veti që të nxit urinimin në rastet e grumbullimit të ujit në organizëm, si dhe në sëmundjet e veshkave dhe të rrugëve të urinës. Rekomandohet si ndihmëse e lehtë edhe në sëmundjen e sheqerit, antidiabetike. Lëvozhgat e fasuleve kanë veti të ulin në një masë të lehtë presionin e ngritur të gjakut. Duhet patur kujdes që bari të nxirret nga fasulet të pjekura. Fasulet e gjelbra, bishtajat në fasulet të papjekura, në disa persona mund të shkaktojnë sëmundje të lëkurës nga prania e proteinës helmuese, fazinës. Kjo proteinë që në persona të tjerë mund të shkaktojë edhe të villa dhe diare, pezmatime të zorve e tjerë, shkatërrohet me sierje. Përgatitja dhe përdorimi. 4 grushte me bar të grimcuar zhyten në 2 litra me ujë, lihen disa orë që të bymehen, pastaj zihen derisa të ngjelet gjysmë litre lëng. Pihen 2-3 gota në ditë. Hidh një para buke. Shelgu. Bari përbëhet nga lëvorja e degëve 2-3 vjeçare, shelgjeve të bardhë, të kuq dhe të thyeshëm, të cilët janë ndrur me gjethe të këmbyra të thjeshta, shtake, të dhëmbëzuara, të rëndshme, të përhapura në vende me shumë lagështirë të zonës së ulët, me përjashtim të shelgut të kuq që ndeshet i zakonshëm buz përrendve në zonën e ahut. Bari ka veprimin e salicilatave natyrore në saj të një heteroziti që quhet salicin, i cili zbërthehet në organizmin e njeriut duke liruar acid salicilik. Rekomandohet si ulës i temperaturës së lartë kundër reumatizmit kronik. Bari përdoret edhe në sëmundje nga të ftohtë për të ulur temperaturën e ngritur dhe për të qetësuar dhëmbjet në nervalgji. Ka veti shqetësuese në pagjumësi, kryesisht të sëmurat. Një lugë çaji me bar të grimcuar hidhet në një enë, kushtohet 1 gotë me ujë. Ena mbulohet me kapak dhe përmbajtja zihet 15 minuta, pastaj kullohet dhe lëngu pihet i ëmbëlsuar sipas dëshirës. Pihen 1 deri në 3 gota në ditë. Nga jashtë përdoret për banjat e këmbëve që gjerësitit e theksuara, në mjekimin e plagëve që shërohen në vështirësi e tjerë, duke zirë për këtë qëllim 30 deri në 40 gram bar në 1/2 litër ujë. Në formën e ekstraktit alkolik përdoret në masazhe kundër rënjes së flokëve.